çfarë burimesh të janë atëherë. Një problem komponent shumë i madh është burimet njerëzore. Dhe tashmë po flitet edhe në nivelin e Bashkimit Evropian, flitet për rrjetet e patronazhimit. Pra është një problem që duhet zgjidhur, duhet eliminuar. Dhe sistemi i patronazhimit ka të bëjë me faktin e kontrollit jo të votës, po kontrollit të votuesit. Intimidimin dhe bërjen të besojë se nuk ka opsion tjetër. Ne këtë duhet ta ndalojmë qoftë dhe në gjykimin ton, nëse është nevojshme, duke kriminalizuar elemente specifike të saj. Kemi aspektin financiar, përdorimin e buxhetit shtetit, nuk ka zgjedhje që përballon ose fushat që përballon buxhetin e shtetit. Ne mund të bëjmë rregullime shumë të forta në ligjin e partive politike për financimin, por asgjë nuk do të ndaloj dot nëse ne nuk vëmë rregulla strikte, ndalime, sanksione dhe ajo që unë dua të vi më pas, them në qoftë se ne ngrejmë një strukturë sanksionesh, ndalimesh të sanksionesh, por institucionet kompetente i shmangin, i zbehin, apo nuk veprojnë, krijojnë një frym mos ndëshkimi që kjo prodhon që fenomeni vetëm rritet më tutje. Sigurisht që do të dëgjojmë eksperjenca shumë të vlefshme dhe më pas do të jetë detyra jonë si komision për t'i dhënë drejtim kësaj. Unë besoj që periudha e gushtit, shtatorit, duhet jetë punë për ekspertët e komisionit mbi bazë e gjithë asaj që ne do të mbledhim duke filluar nga sot këtu, për të ndërtuar propozime konkrete që shtatori dhe tetori Parlamenti, Komisioni i Reformës Zgjedhore të ketë rregulla konkrete për gjithë. Duhet mendojmë një sistem funksional, jo thjesht disa deklarata, dhe sigurisht nëse është e nevojshme, duhet i përgjigjemi problemeve me maksimumin e vet. Ajo që në të shkuarën Shqipëria jo në pak raste është dashur të shkojë në ekstrem, për shembull, ligji i dekriminalizimit apo vettingu kanë detyruar parlamentin të marrë masa drastike për situata shumë të rënduara. Me sa duket dhe në këtë çështje e tillë është situata sepse të gjitha lidhen me keqqeverisjen ose miqqeverisjen. Dhe të gjitha janë themel të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kështu që unë edhe një herë ju falenderoj për pjesëmarrjen sot, për mendimet e vyra që do ndajmë bashkë dhe ekspertëve të komisionit dhe kolegëve nga dishmërinë që çfarë do diskutojmë këtu ta kthejmë në zgjidhje konkrete. Faleminderit. Faleminderit zot Bashi. Për shkak se kjo është një mbledhje e Komisionit të Reformës Zgjedhore, por me një pjesëmarrje